Një keqardhje shumë të madhe sepse në zgjedhjet e vitit 2021 nga rreth 116.000 mos gaboj, por parafërsisht kjo shifër ka qenë, kanë votuar vetëm 22.000 votues për herë të parë. Dhe kjo është tragjike për një popull, për një brez i cili nuk kërkon të vendosë për të ardhmen e tij. Pra çdo i ri do duhet ta kuptojë. Me mos votimin e tij nuk është se ka zgjidhur gjë, thjesht i jep mundësi X partia apo X partia tjetër thjesht ta fitojë dhe me 30%, nuk ka problem. Por të rinjtë do duhet të kuptojnë. Edhe një herë është shumë e rëndësishme që të mos bëhen përvijues të traditës familjare që meqense prindërit votojnë këtë parti, ne do votojmë këtë parti. Pra në kuptimin ta vijojmë trashëgiminë e partive politike. Ai i riu sot 18 vjeçar, që ka përgjegjësi mbi vete, ja një edhe ligji, duhet të kuptojë, ore cila është situata aktuale e vendit tim. Gjyshi dhe gjyshja ime, nëse babai dhe nëna ime nuk i ndihmojnë, a mbyllin dot muajin për të bler ilaçe, për të bler nuk e di, ushqime, ndoshta jetojnë dhe vetëm për paguaj qira, ujë, drita e tjera, ai përballojnë. Ky i ri të mendojë, nëse babai, nëna, gjyshja i vet, motra, vllai i shkojnë në spital, a marrin shërbimin e dur apo prindët shkojnë blejnë ilaçe në farmaci, shkojnë tek privati, harxojnë shumë lekë etj etj. Ky i riu do duhet të kuptojë cila është politika e këtij shteti për arsimin një herë, se përfshin ata vet. A ka mundësi që ky i riu pasi të përfundojë shkollimin këtu të ketë një vend pune? Apo të shikojë edhe ky rrugë të Gjermanisë, Anglisë, ke shtëpitë e barit apo nuk e di ku tjetër. Sepse është fatkeqësi që ti shkon nëpër zona të thella, gjatë kohës që ne kemi fushatën e fundvitit për të shpërndarë dhurata, hyn në klasë dhe thua çfarë do bësh? Të ngret dorën dhe thot do iki në Angli, do iki në Gjermani, do iki dhe ai nuk thot do bëhem doktor, nuk e njeh konceptin, por ai është rrënjosur ideja sepse unë këtu nuk kam të ardhmë, çfarë do bëj, do iki jashtë shtetit. Dhe kjo është fatkeqësi dhe të rinjtë në Shqipëri të duhet të marrin dhe të votojnë. Voto më këtë duhesh. Këtë ti mendon, por voto. Voto që pas 4 vitesh atë partinë që ti ke votuar, nëse fiton, ta dënosh nëse si ka mbajtur ato premtimet.